أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد tema e 6 përqendrimi I zemrës dhe drejtimi I saj drejt të vërtetës. Më thonë me fjalë tjera mu drejtu zemra ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqime qalbu. Nuk drejtohet në të vërtetën imani I një njeriut derisa ti drejtohet zemra, ti udhëzohet zemra. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqime lisanu. E zemra nuk I drejtohet pa ju drejtu gjuha. Wala yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaru bawa'iqah. Dhe njeri s'munët me hi në xhenet kujshia I tij s'është rahat prej tij. Mirë, tash nuk drejtohet imani I njeriut pa u drejtu zemra ti. Unë fjalën istiqame është mu përqendru ka e vërteta. Në gjuhën shqipe istiqame ju thënë pikave të ushtrisë ku në me thonë pika e fundit, në me thonë ku e mbron vendin nga armiku, prej ku mundesh mu sulmu. I kanë qujtë kështu, në me thonë, istikam arabisht, po edhe në gjuhën shqipe është fjale e huazuar, istikam I kanë thonë me qëndru ati, në me thonë pikën e fundit, prej ku mundet më ardhë sulmi armikut. Nërsa fjala istikame do të thotë mu përqëndru diçka ka hajri, ka e vërteta. Fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përqendrohet ka e vërteta imani një njeriut përderisa nuk përqendrohet ka e vërteta zemra e tij, është për qëllim me imanin e tij veprat e ndryshme, se imani në shariat është sinonim I punëve të mira, nuk është vetëm besimi me zemër. Për shembull namazi është iman, agjerimi iman. Për shkak kur është ndru kibleja nga Mesjidul Aksaja që janë kom të drejtum, vjen urdhni që me fol namazin ka qapja. Sahabët kanë thonë mirë, por ne që sa vjetë që mi falja, thu namazi bëhet kabul. Thotë Allah, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allahu zbaqon poshtë imanin tuaj. Është për qëllim namaz. Namazin e ka qujtë Allahu subhanahu wa taala iman. Pra veprat e mira në me thonë quhen iman. Pra nuk drejtohen, thot pejgamberi sallallahu me fjalë tjera ta kuptoni hadithin, kur ka thonë nuk drejtohet dhe nuk përqendrohet imani njeriu derisa ti drejtohet zemra e tij, e ka për qëllim nuk të përmirësohen punët ti pa të përmirësuar zemra. Çka është për qëllim? Pastaj ka thonë e zemra nuk përmirësohet pa u përmirësuar gjuha. Se gjuha dhe zemra kanë një ndikim reciprok. Zemra ndikon gjuha e qetë ato që është në zemër, po edhe gjuha, do me thonë, ndikon të zemër. Kur t'ja nisësh ti të bëjsh shumë dhikër, të bëjsh fjalë të mira, të lexosh shumë Kur'an, kjo ndikon pastaj në zemër. Do me thonë, ndikimi midis zemrës dhe gjuhës është reciprok. E tash, kjo puna e istikames, përqendrimit në rrugë drejtë, është punë e madhe. Thotë Allahu subhanahu wa taala, ka përmendur në disa ajete kuranore, thotë إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Që më thonë, ata të cilët thonë Zoti ynë është Allah dhe përqendrohen në këtë. Dhe me thonë, drejtohen ka kjo rrugë, se Zoti është Allah. Dhe në çket rrugë përqendrohen, dhe në çket rrugë drejtohen. Atyre ju zbresin me lekët. Ka disa dietarë që thënë se ju zbresin me lekët në momentin e vdekjes. Dhe ju thënë kështu, mos u frigoni, mos u mërzitni, dhe merrni mishde xhenetin të cilin e keni pas të premtuar. Ne jemi miq tuaj
në jetën e kësaj bote dhe në botën e ahiretit. Me laçet ju thënë kuj, ative që kanë istikame, që janë përqendruar dhe drejtuar ka e vërteta. Walakum fiha ma tashtahun, dhe aty keni me pas domethënë në ahiret, në xhenet domethënë, çka t'ju doje shpirti, walakum fiha ma tad'un, dhe aty keni me pas çka t'ju shkoje mendja. Çka t'ju shkoje mendja. Në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata të cilët janë përqendruar ka e vërteta, ata të cilët thonë Zoti jeni inshallah dhe janë përqendruar ka e vërteta, nuk ka frikë për ta dhe nuk ka mërzi. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Këta janë banorët e xhenetit, aty do të jemi përgjithmonë, më thonë si shpërblim për atë që e kanë vepruar. Kretë kjo, do më thonë, nuk bëhet pa punu me zemrat tona. Pa punu me zemrat tona. Shumë për njerëzve mundohen të i përmirësojnë veprat e tjera, mirë po, nëse nuk e zgjidhin, do më thonë, në bazë problemin, pra që është zemra, atëre, do më thonë, e kanë shumë vështirë mu përmisu. Së një nisi me bon punë të mira. Së mundën mu largu prej punëve të këqija. Se mundohet me lon punën, mirë po e haron zemrën dhe brendin e tij dhe shpirtin e tij. Këto zemra, të nderuar vëllezër, këto zemra, kur të fillojë njeri me këthi shikimin e tij ka zemrave, e vërejnë se këto zemra ka mundësi mu shmu. Mundën mu smu, mundën mu lik, mundën mu dopsu. E këto smuje, më thonë, i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Eshesh, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa yusibu ummati da'ul umam. Ummetin tem kanë me kaplu sëmundjet e ummeteve të kaluar. Ummetin tim, thot pejgamberi sallallahu, kanë me kaplu smundjet e ummeteve të kaluara. Kur tha kështu, sahabët e pyetën, thanoj dërguari i Allahut, e cilët janë ato smundjet e ummeteve të kaluara? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu, origjinal për lexoj, tha el-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajushu fi dunya wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakuna al-baghi. Hatta yakuna al-baghi. E para, smuje që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash neve na intereson mu drejtu dhe përqendru zemrat në rrugë vërtet. Njëra më kjo s'ndodhi pa i hek smujet, nuk drejtohet zemrat. Nuk mundet mu drejtu pa e pastru zemrat. Tha pensam el-asharu. Kjo është mohimi i të mirave të Zotit. E dyta el-bataru. El-bataru është mi te kalu kufit. Mi te kalu kufit. Mirë po, mi te kalu kufit nga të mirat që i ka dhënë Zoti. Populli thot mu qu pesh. Këtë mirat i ki, edhe qosh pesh. Do me thonë, banë gjona që nuk janë normale, duke i te kalu kufit. Pas e thot, wat të kathuru. Të kathuru është mburrja me pasurin e shumët. Do me thonë, mburrja me pasurin e shumë. Wat të na gjëshu, konkurenca e padrejt dhe me hile. Konkurenca e padrejt dhe me hile. Wat të bagudu, urrejtja e njëri tjetrit. Wat të hasudu dhe zilia mes jush. Thot për mes. Në thonë i ka përmenjë qëto, el-eshesh. Edhe njerëve, thot për mesam do të agodas umetin tim smujet e umeteve. Thanë cilët janë smujet e umeteve? Tha mohimit, mirave, te i kalimi i kufive, mburja me pasurit e shumëta dhe konkurenca e padrejt dhe me hile të nagjush e them, rritja artificiale e çmimeve ma konkretisht. Që kjo, kur them konkurenca e padrejt, është në kur del në shitje diçka që është me aukcion. Ma i thonë ashtu, apo kush jep më tepër.
edhe dikush e rrit çmimin në mënyrë që ai tjetri që ka vendosur me marrë dhe ai ta paguje më shumë, që quhet tenaxhush. Po në përgjithësi i përfshin konkurrencat me hile dhe rritja e çmimeve në mënyrë artificiale nga dikush i cili nuk e ka për qëllim tregtin, po synon me dëmtu dikan. Të bagudhu dhe urrejtja me njëri tjetrin, kjo është e qartë, o të hasudu dhe hasedi mes njëri tjetrit dhe kjo është e qartë. E këto janë ato 6 smuje që i ka përmend pejgamberi që lidhen me diçka. Kanë një emërues të përbashkët krejt. Krejt këto e kanë një emërues të përbashkët. Edhe këto ndodhin si rezultat. Domethënë, kur njerëzit në zemrat e tyre e kanë prioritare materien. Në gjuhën e shariatit thuhet e kanë dunjan. Dunjan, nëse të dikush prioriteti numër 1 është dunjaja. Që kjo dunjaja pastaj ka me qunë në gara, ka me qunë në mburje, ka me qunë në te kalimin e kufive. Mune me thonë dikush, pas qenë ka e lejuar si pas islamit me bën gara për me fitu pasuri. Jo! Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më të afërt kanë qenë më të pasurit. Për shembull, Abu Bekri ka qenë një prej njerëzve më të pasur. Mirë, po nuk ka qenë tek ai numër 1 dunjaja, se njerëzit duhet punojnë, duhet fitojnë me nder, të jenë të ndershëm dhe duhet të ndihmojnë. Bile ka periudha kohore ku njerëzve u bën obligim me pas pasurisë. Ekonomia për shembull është bazë për zhvillimin e gjithçkaje. Që ekonomia shumë e rëndësishme është për mu zhvillu njerëzit pastaj edhe ushtarakisht. Ekonomia shumë e rëndësishme për me zhvillu dhe arsimin. Këre kushtet e arsimi si i kemi ne. Kjo nuk bëhet pa pare. Domethënë nuk është ndaluar njeriu me fitu pasurinë në përmjet rrugëve të halalit. Por njeri nëse ka pasurinë gjithçka për ta, domethënë i shkel krejt rregullat e fesë edhe të moralit, atëherë kjo pasuri e çon në punë të këqija. Kjo e bën që njeriu të çohet pesh. Kjo gara, pastaj se domethënë kur e ka pasurinë, domethënë synimin e tij kryesor, kjo ka me çunë në garë. Gara ka me çunë në urrëtie. Urrëtia ka me çunë në zili ndaj njëri tjetrit. E këto janë smuje. Me këto nuk mundet njeri, me pastru, domethënë mu drejtu faktikisht në udhë të drejtë me këto smuje. Prandaj çka duhet me bëu? Duhet me mjeku këto smuje. Për shembull, ka njerëz të cilët janë sprovuar me hased, ka njerëz të cilët janë sprovuar me mburje, ka njerëz të cilët janë sprovuar me faktikisht janë mos mirënjohës, nuk ja din shiqirin të mirave të cilët Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë. Ka njerëz të cilët kanë kryenalësi, kanë arrogancë në sjelljen e tyre ndaj tjerëve. Duhet me i shëru këto, se nuk ndreqet, nuk të rregullohen punët. Nëse ti nuk i rregullon këto gjëra, nuk i mënjanon këto gjëra nga zemra jote. A kupton? Për çfarë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e pas parasysh këtë se dunjaja, siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është çaq joshëse, çaq tërheqëse që nuk mundën njerëzit çaq kollaj me thonë ja për mos ka vlerë. Me pas një kërë shumë shtrenjtë, me pas një shtëpi, me pas lukse. Këtë njerëzit i tojnë këto. Këtë njerëzit. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama dunya hulwatun khadira. Dunjaja është e ëmbël dhe e gjelbërt. Se sidomos në ato vende ku gjelbrimi ka qenë shumë i rrallë, fjala i gjelbërt do të thonë diçka shumë e bukur. Ka thonë se dunjaja është e ëmbël dhe është e gjelbër. Fattaqu dunya, ruhuni prej dunjas, wattaqu nisa, dhe ruhuni prej grave. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, se sprova e parë bani Israilëve që rshqitën ata ishte te gratë. Shikoni tash nëpërmjet grave çka ka bën krejt dunjaja kjo. Tash do të thonë mu kujtu mu rastisht unë po e përmendem për këto doset e Epsteinit, Jeffrey Epsteinit. është bën një skandal. Unë nuk e di në historinë njerëzore a ka pas të një skandal më të madh se sa skandali i dosjeve Epstein. Edhe këtë e ka bën këtë nëpërmjet grave. Nuk këtë ka lidhje diçka me, domethënë edhe me pedofilin, po, ama këtë me gratë.
Dhe me thonë edhe këtë njerëzit më me ndikim në botë, me thonë një numër të madh prej tyre e ka përli, dhe me thonë me këtë. Dhe thash dunjaja është shumë joshës. Dunjaja e që ti vërehet edhe se e ka njëri për shembull, ka raste, ka ndodhur shumë raste. Njëri është një prej rasteve që ka ndodhur, është një vllai i shokit tem që ka mësuar me mua në fillore, në Amerikë, ka gjetë një sasi të madhe të pareve dhe e ka paraqitet te veni në polici. Ose për shembull ndodhi para disa vjetëve në Gjermani një sirian, azilant, i cili e gjeti një kufer 1 milion a 3 milion parë, i muri çoi i paraqiti. Kjo kallzon se ai nuk është mashtru, me diçka që zakonisht njerëzit mashtrohen. Kjo nëse flet për gjë, flet se ka njeri cili nuk e ka prioritet dunjën. Nuk është më rëndësi. Dikujt më dhon mundësia, valla nuk ta fal dakik. Mi marr 1 milion, 2 milion. Do të thonë, mama kjo është edhe kështu duket shumë i devotshëm, mama kur vjen te parja, rrshqet. Bie për provimit. Se pejgamberi ka thënë dunjaja është e ëmbël dhe është e gjelbër. Prandaj edhe pejgamberi sa që se ka pas dunjën zemër. Një prej duave që më shumë te ka përsërit, ka thënë Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. O Allah, mos e ban dunjon gajlen ton më të madhe dhe krejt atë që dim ne. Mos na e ban dunjon gajlen ton më të madhe, se dunjoja është gajle. Njerëzit duhet me punu, me fitu, me mbajt, me blej masi, me i kri nevojat e familjes vetë, me blej ushqim, me blej tesha. Dunjoja është gajle, është e vërtet. Krejt e kemi qëtë gajle. Mirë po, nëse është gajlja kryesore, edhe krejt ajo që ka dim, ka thonë Allah mos e ban dunjon gajlen ton më të madhe, dhe krejt atë që ka dim. Se njerëzit, Allahu i ka përshkruajtur munafikat në Kur'an, sa ato e njohin sipërfaqësisht jetën, po se njohin ahiretin, se njohin shpirtin, se njohin jetën e varrit, se njohin realitetin e dunjas, nuk e njohin realitetin e dunjas. Këto smuje që i ka paralemru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilat pse i ka paralemru, që me thonë kujdes, se këto kanë mu paraqit, edhe kanë mu bo epidemi. Unë e pas në bo një gabim, se kur ka thonë pejgamberi sallallahu do të paraqiten smujet e umetit, dhe me thonë e përmenda vetëm më të gjashtë, po se përmenda fjalën e fundit. Do të paraqitet mos mirënjohja, te kalimi i kufive, mburrja me pasurinë shumë, konkurrenca e pandershme, urrëtia, zilia, derisa pastaj të vijë shtypja e njerëzve, zullumi. Se këto kanë me qunë shtypje. Edhe këto smuja kanë ndodhur, po kanë ndodhur. Njerëzit tash kur ta këshiris, do të thonë raportet me njerëzve, i kanë këto smuje. Edhe thënë dietarët, çysh më herët se këshire, pejgamberi sa më ka paralajmëruar diçka dhe kjo ka ndodhur. Nuk është ne si shoqëri që nuk i kemi. Nuk po foli për neve këtu si shoqëri. Në dunjë, mrendat e muslimanët, është që kjo. Mos mirënjohja te kalimi i kufive, urrëtia, hasedi, zilia, edhe padrejtësia pastaj vjen si rezultat. Dhe këto smuje, pejgamberi ka paralajmëruar në mënyrë që ne të ruhemi, mirë po do të ndodhin. Vetëm se vjen një epidemi. Shkoj ku shkoj, shpëtoj ku shpëtoj. Po ne duhet mu përpjek mu bo për atyre që shpëtumve. Dhe diri kur ka me zgjat kjo? Deri sa të zbrese Isa a.s. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ç'i ka thonë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wallahi la yanzilanna ibn Maryam hakaman adla. Hakaman adila. Pasha Allah ka me zbrit biri me Merjemës dhe ka me qenë, ka me gjiku dhe ka me qenë i drejt. Fele jeksiren në salib, se do zbrejse ku? Te dera lindore e qytetit Damask. Ka thonë mësam, kështu, do zbrejse në hadith tjetër, ka thonë do zbrejse te dera, se qyteti i vjetër Damask, i cili është 89.000 vjet i vjetër, ka pas hyrjet derën lindore që ati thot përësam, ka ona lindore Damask. Ati është një minare e bardhë. Subhanallah, ajo, këtë kur e ka thonë përësam, Sirinë e kanë sundu krishterët, s'ka pas minarët. Ama ka pas një lloj minaret. Thot te minarja e bardhë. Edhe thot,
ka me thy kryqin edhe ka me therë derin. Sa ti është një kish, ati shtash me shku, është minari e bardhë dhe është një kish. Që është kryqi, i qëse kysh nuk e dim. Se s'ka me pas më mundësi, me thonë, une du me jetu, me thonë, me një besim tjetër. Krishterve ka me dha, më keni besu mu. Ja me mu, ja kunder me e, tash une du të me besu Allah, s'jam zot, kam jo thonë kështu. Thot do ta thej kryqin, do ta vret derin, edhe do ta heq, do ta shfuqizoj gjizjen. Do ta shfuqizoj gjizjen. Çka është gjizja? Gjizja është tatimi që e jep jo muslimani, do me thonë shtetit islam, për sigurin dhe mbrojtjen që ja ofron shteti. Kjo quhet gjizje. Do me thonë në shtetin islam, kjo do me thonë ka ekzistuar derisa ka pas. Do me thonë shtetin islam, edhe ka pas shumë benefite pjasë, s'ka shku ushtar, ka pas shumë drejta, do me thonë për çat e ka paguajt një lloj tatimi, gjizje veç. Edhe kur vjen Isa zam ka thonë pita s'ka më gjizje. Mi po çka do të ndodhe? Thot wala tutrakanna al-qilasu fala yus'a alayha. Qilas quhen devet më të mira, më të shtrenjta për shkak forcës, se ato janë me lloje ato devet, ka të lifaremi, shumë sa fjalë ka arabisht. Po devja më e mirë që bën më shumë parë quhet qalus, shumë si qilas. Thot Allah, kur kush nuk do të vrapoje, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kush nuk do të vrapoje mas këtyre deve. Si më thon tash, kur kush nuk do të interesoje kerrët më. Është kerr Mercedes, është BMW, është aty. Nuk kanë me dash, njerëzit mos kanë me pas këtë gajle. Pse? Wala tadhhabanna ash-shahna'u, edhe Allahu ka me largu prej zemrave të njerëzve mlefin, wat tabaghud dhe urrëqen, wat tahasud dhe zilin. Sa më ndonë? Ha? Mirë, po sa. Dhe zilin. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. Njerëzit kanë me këshirë me i dhanë dikujt pasuri kur kush nuk e pranon, lëmosh. A e dini pse? Do me thonë, pasurin më kur kush s'ki ku me dhanë sadakan, zëqatin s'ki me pas. Qaq për shak drejtësis, do me thonë, ka mu zhduk, se ku të zhdukët u rretja, kur të ketë drejtësi, shtohet bereqeti. Ka me pas bereqet matë në tokë. Edhe Allahu ka me vahe, edhe njerëzit pasi që nuk kanë me vrapu mas dënjas, s'kanë me pas urrejtje, s'kanë me pas, do me thonë, kësi zili, edhe s'kanë me pas mlef në njëri tjetrit. Shërohen këto, s'mundje mirë, po shërohen në nivel shoqëror. Ne kemi për obligim mi shoqëru, mi shëru në nivel individual, se ne s'mujna njerëzit mi bo kretë mos me pas urrejtje. Është e pa mundshme. A mundesh ti s'mundesh me gjithë një klasë në shkollë që s'kan zili nxënësit ndërmjet vetë. E jo më një shoqëri e tërë. Kanë njerëzit zili, kanë urrejtje, kanë mendim të keq. Po i shpëtuar është ai i cili, do me thonë, e ka shëru zemrën e tij. Me punu me zemrën tonë. E tash, për me punu me zemrën tënde, nuk mundesh me pastru zemrën pa i pas di punë. E para, me pas një perceptim të vërtet për dunjon, me pa dunjon që ashtu si është, se njerëzit nuk e shohin ashtu si është, dhe me pa ahiretin ashtu si është. Se njerëzit mendojnë se gjithë çka në këtë dunjon është qysh me arrit një kënaqësi caktuar. Njerëzit me analizu pak, a dini që shon këtë dunjoj? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në një shembull që e ka do me thonë përshkru dunjon. Thotë, i'lamu. Që duhet me po dunjon? Thotë, i'lamu, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dijeni se jeta e kësaj bote është lojë, argëtim, zbukurim, mburrje mes jush dhe gara për me arrit më shumë pasuri. Keme theli gajthin a'gjebel kuffara në batu. Si kurse një shi që bje papritmas dhe bujqit gëzohen me atë bimën kur del më njerë mas shiut. Me po shka ndodhë? Thumë me të higju, pasaj zverdhet ajo. Ka disa lule dalin brenda ditës, zverdhen edhe kalben. Ose në brenda pak ditëve, qashtu është dënjaja. Diçka që
kënaq kur ta shohsh, po shumë shpejt kalon. Sikur sa ajo lulja që mbin mas shiut dhe shumë shpejt bëhet, do me thonë, që bëhet kalbet, shkatrohet, që kjo është dënjoja. Dhe dita, do me thonë, për me arritë, se puna është me thonë mirëve, hoqë ti deri tash do të me boket, me largu urrejtjen, qysh me largu urrejtjen? Dush me po mirë dënjoja. Se njerëzit kanë mendim nga buar për dënjoja. Mendojnë se dënjoja është gjithë shka. Ato me gojë nuk e thonë, po me veprimet e tyre e thonë që ketë. Se për ata gjithë shka është me arrit një pasuri caktuar. Pastaj kjo e qonë kretë në ato smujet e tjerë. Dhe e dita me e pa ahiretin që shështë. Thotë pejgamberi sa mali wali dunya. Çka kam unë me dunjan? Innama ana karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha. Thotë pejgamberi, çka kam unë me dunjan? Unë jam sikur një udhëtar i cili u ndal në nhije në një drunit edhe pastaj u nis për me shku. Çka është dunjaja? Çajo pauza që e bën një udhëtar kur ka një udhëtu përpara me kuaje, me deve ose në kam, ky pas me shku shembull me udhëtu një javë. Ndalesh në nhije në një pemës, pushon pak, freskohesh edhe nisesh. Ç'kjo pauza që kjo është dunjaja. Ndërsa ahireti është jeta e vërtetë. Është premtimi, është kënaqësia, është rahatia, është lumturia, për cilën nuk vlen, që nuk duhet me humb, nuk ja vlen me humb për shkak të kësaj dunjaje. Allahu na mundsoft ta fitojmë xhenetin. Alhamdulillahi rabbil alamin.